Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër, duke uruar që kjo ditë të jetë shumë e mbarë për ju. Sot në studio jam me një mik të nderuar. Ai në fakt është nga Këlmendi, por jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Michigan. Atje ai drejton dhe një televizion, Alb Dreams, Ëndrat Shqiptare. Natyrisht historia e një njeriu që vjen nga Shqipëria dhe që ka një aktivitet që kulmon me shumë çka, është interesante. Ndaj, unë i uroj mirëseardhjen në studion Mirëmëngjes Shkodër. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u zgjeta dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që ju kam në studio. Jemi kolega, apo jo? Faleminderit se më konsideroni koleg, nga që ju keni një histori dhe një periudhë të gjatë, një kontributor i rëndësishëm i mediave shqiptare dhe të famshme se Radio Shkodra. Faleminderit. Njihem mirë, dy herë njihem mirë se jam në Radio Shkodra, unë kam ardhur edhe më parë tek Radio Shkodra, por jo në një bisedë live si thash ti. Por njihem mirë edhe kur më prezantoj nga Këlmendi, se unë kam qenë çdo herë kudo si shkoj, dua që ai emri Këlmendi të përsëritet edhe ata që nuk e njohin nëpërmjet përsëritjes edhe ndoshta nëpërmjet gjërave të mira, pamjeve të natyrës, historisë lavdishme, mundimtare, edhe pse jo shpeshherë edhe me humje, ai emër të mbetet, po të mbetet për mirë. Ai vend i mrekullueshëm, i bukur, mbetet gjithmonë i mrekullueshëm për të gjithë shqiptarët dhe krenaria. Është identiteti juaj, identiteti shqiptar, kështu që ju në fakt ktheheni vazhdimisht, keni një marrëdhënie të vazhdueshme me vendin, apo jo? Unë asnjëherë nuk jam shkput nga Shqipëria, nuk jam shkput asnjëherë nga vendlinja, patjetër më mirë se askund në botë, unë pi kafe në Shkodër. Është qyteti i rinistim, aty ku kam marrë hapat e para, njohuritë e para, elementat e parë të qytetërimit, si më kanë shoqëruar deri në këto vite në Shkodra. Për mua Shkodra është një qytet brillant, me të gjitha që ka. Është shumë bukur, ne jetojmë në Shkodër, i dim të gjitha të mirat, jo fort të mirat, por gjithmonë kur ndjen një vlerësim dhe një marrëdhënie të tillë, duket sikur duhet vlerësohet më shumë si vend. Shkodra e meriton edhe nga vendodhja që është vendodhja gjeografike, por edhe nga ajo që Shkodra i ka dhënë historisë shqiptare emra shumë të shquar në letërsi, në muzikë, në shkencë, në politikë, luftëtar të penës edhe të pushkës, njerëz të mirë, njerëz të artit. Pra Shkodra meriton të vlerësohet. Në fakt, gjë interesante tek ju është gjithë historia e ecjes suaj, por ajo që kulmon me një aktivitet shumë të bukur, ju drejtoni një televizion në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Alb Dreams, ishte një ëndër patjetër për të realizuar, sepse edhe vetë televizioni e ka Dreams, ëndrat shqiptare. Dëgjoj, historia e Alb Dreams TV daton herët në 2004, me një herë 2 vite mbasi unë u vendosa përfundimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por fillimisht ai nuk daton si televizion as si radio, ai daton si portal. Mendoj që mbas fajtori.com është në Kanada, albdreams.net është portali i parë shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si emër ishte diçka më parë përpara se unë të largohesha, me një ish mikun tim të rinis, shokun tim të rinis, mendonin të bënin një gazetë lokale, Alb Dreams pa net, sepse mendonim ta printonim. Ai ishte Gjeto Duka, një inxhinier i talentuar, shok fëmijët. Duke u larguar atëherë Reksi, duket se shkoi duke u rritur,
por mundësit financiare për të realizuar printimin e një gazete, por edhe lidhjet nuk ishin akoma, ishin në fazat fillestare, nuk ishin as të mjaftueshme, kështu që e kufizova nëpërmjet një portali, dhe qëllimi i këtij portali nuk ishte vetëm të bëja kapje në pestë shkrime dhe aktivitete nga Shqipëria, Kosova dhe Malizia, Macedonia, atje ku ka shqiptar, por qëllimi im ishte që të pasqyroja jetën e shqiptarëve në shtetin e Michiganit, në New York, në Florida, pra të shtrija lidhet e mia në shtetet e tjera të Amerikës me shqiptarë dhe ata që dashuronin shkrimin, që dashuronin jetën e komunitetit, që mirat, të këqijat, vështirësitë duhet të pasqyroheshin dhe bota shqiptare të kishte një ndërlidhje mes njëri tjetrit. Kjo ishte ideja e fillimit, me ndihmën e disa inxhinierëve të ri shqiptarë, ne arritëm ta hedhim në rrjet aldreams.net, që është me 24 nëntor 2004. E më pas të mori rrugën e zhvillimit si televizion më në fund. Jo, fillimisht ne nuk e ideuam si televizion për arsye se ne nuk kishim logjistikën televizive për të realizuar, por pak nga pak ne filluam të provojmë sekuencat të shkurta, të vogla video, fillimisht audio, pastaj video, pra intervista audio, video, pastaj Oreksi shkon duke u rrit, videot kaluan për masat e reportazheve të shkurtra që i dedikoheshin promovimet të librit, ngjarjeve në komunitet, në institucionet fetare, në xhami, në tece, në dy kishat katolike, një kishë ortodokse, ku mlidheshin shumë shqiptarë dhe kontaktet tona ishin më shumë. Pra Oreksi erdhi duke u rrit. Në atë kohë që aktiviteti aldreams.net po rritej dhe kishte gjalluar dhe njerëzit filluan që nëpërmjet rubrikës së komenteve, ishte një formë e vogël e Facebookut komentet. Një lloj testimi për ndjekjen. Dhe nganjëherë ne, sepse krijova edhe një staf edhe me ndihmën e dy djemve të mi, nganjëherë edhe ndoshta edhe kemi tepruar që duke lejuar komentet që kalonin atë kodin e etikës nga njëherë, për ndoshta ato tërheqin, ishte një for advertising për portalin, u bën lidhja, mori emër atyre që u kishte djeg, kuptohet një emër përkeq, por emri ishte më i mirë dhe ishim më të kërkuar në tregun e shqiptarëve, që ishim të ftuar që tu pasqyroheshin nëpër fotografi, video, audio, dhe kështu mori formë. Në atë kohë, thash edhe më parë, ishte Radio Iliria, që administroi jepej vetëm në rrjetin toksor në 690 AM, edhe administrohej nga World Wide Travel Connection, nga Gjergj Dedivanaj, që me siguria është një ndjekës i juaj dhe i Facebookut. Unë duhet ta përshëndes se sot është pensionist, por është një emër shumë i njohur dhe shumë i respektuar i komunitetit shqiptar. Kjo agjensi turistike, biletave, përkthimeve, ndihmës për dokumentacionin në Amerikë, administrote dhe drejtote dhe Radio Lirin. Dhe një ditë më ftoi, më thotë Rush, unë vitet më kanë rënua, mund ta merresh përsipër me ata gazetarët, me folësit e radios, e pse jo edhe ju mund të flisni, ta merrni radion. Nuk e mendosh asnjëherë që edhe televizion, bëja televizion, po edhe radio jo, sepse valja radios toksore kushtonte shtrejt. E thëmë puna e parë është që unë nuk kam financat në muloj transmetimin toksor. Ne do t'i mulojmë gjithë, vetëm ju do të përpiqemi me na bën programet. Ashtu vazhdoi bashkëpunimi jon 2 vjeçar me World Wide Travel Connection. Pastaj më afroi, tha, unë duhet ta jap radion me gjithë logjistikën, por megjithëse ajo mjetet kishin avancuar dhe idetë e mia nuk përputheshin me ato mjete audio, pra nëse unë do të gëzoja si valë dhe si emër, mendoshëm edhe kisha mundësi financiare që t'i përmirësoja, t'i update logjistikën radiofonike. Ju thom po, nuk e di çmimin, nuk ka rëndësi çmimi, unë jam shumë i kënaqur, kem miq, më respekton shumë dhe respektoj dhe i dedikohem shumë, sepse si ndjeheni në këtë aktivitet të radios dhe të televizionit?
Unë duhet të tregohem i sinqert. Unë edhe kam biznesin me të cilën mbaj familjen, kam suportua djemt që të mbarojnë shkollat e larta, kam bën gjithçka nëpërmjet biznesit, kuptohet, sepse mediat nuk sigurojnë, duhet mendosh që vetëm të mbijetojnë, po njihen shumë mirë. Ndoshta mas 8 orë ose 10 orë punë, unë kam një knësi si t'ja dedikoj edhe 5-6 orë punës në portal, sepse nuk jam nda asnjëherë, punës në televizion, punës në radio, në që se kontrollohen mesazhet, kam atje kamermant, gazetarët, më heqin edhe vrejtje se nuk kam update shkrimet e tyre në portal, ose që presin të kalohen Pra, programet. është intensitet që ju jep Shumë intensitet. Ata thonë keep going, maje veten në shpejtësi. Unë kënaqem, nuk dalloj vitet që ngarkohet trupi im, për arsye se nuk kam asnjë moment kohë që unë të mendoj se kaloi edhe një vit, kaloi edhe një tjetër. Kjo quhet jetë. Sepse unë e kam çdo gjë të programuar, nga zgjohem deri vonë në darkë, asnjë minutë nuk është bosh. Gjë shumë e bukur. Keni edhe shumë korrespondent, madje edhe nga Shkodra keni Kozetën. Unë të thash, fillimisht kam shtri lidhjet nëpërmjet portalit, kam korrespondent në të gjithë shtetet që bashkuara ku jetojnë shqiptarë, sepse shtetet e mëdha janë New Yorku, Florida, Kalifornia, Chicago, kam korrespondent, emra të njohur, bashkëpunëtor shumë të mirë, kam ish drejtorin e Zërit Amerikës, Jack John Lekaj, pastaj Beqir Sinën, punëtorin e palollur Klajt Kapinova. Përshëndetje, Klajt. Edhe në Michigan, botuesin e revistes, tash 20 e sa vita e print revistes Skuveni Pjetër Jakun, gazetarin e Agjensisë Telegrafike Shqiptare Zef Përgegen, autori shumë libra, mbi 20 librave, edhe se po kthehem nga prapa, kam në Londër, kam në Zvicër, në Itali, dhe në Shkodër, kam shumë, në Malësit Male në Obacin, në një gazetare tjetër e Tleva Kupsi, që është nga Lushnja, me të cilët e realizoj çdo javë nga një orë emision live, edhe pastaj e transferojmë në radio, edhe e kalojmë edhe print në portal, edhe atë që thatë Kozeta Bruçin, që kam hyrë në vitin e 5 të bashkëpunimit, është një gazetare e palollur, e talentuar, intuitive, kap të gjitha programacionet, që nëllë na bjen bio Shqipërinë, Shkodrën, Malsin, Dukaxhinin, Mirditën, Emanej edhe Lezhën. Pse jo Plave në Gucin, ajo është e dashuruar me Plave në Gucin, Rugovën, Krajen, me Ulqinin. Sinqerisht ndihem mirë për bashkëpunimin që kam, dhe për kohën që hum, për mundin që ban, ajo e ka gjetë një mirë kuptim mua, masi me gjithë se s'ka qenë në Amerika, ajo afërsisht e din buxhetin e mediave, Aldrims Media, të radios e televizionit, dhe shpeshherë edhe ato peshqeshet tona, dhuratat tona i duken shumë modest, po me sa shoh në vizionin tuaj, qoftë profesional, qoftë në atë të bashkëpunimit, çdo gjë nuk vjen rastësisht, sepse curia juaj e ka treguar se keni përvojë, përgatitje, çdo gjë që lidhet me një formim të veçantë. Jeni autori 4 librave. Po. Dhe me sa shoh, ato janë të natyrave sa të përafërta aq edhe të ndryshme. Unë e quaj veten me fat se në Shqipëri, nga klasa e parë fillore deri sa unë kam mbaruar fakultetin, por edhe kur unë kam qenë në punë, fati e quaj fat që unë kam pas njerëz shumë të talentuar pranë.
kam pas njerëz apasionant, pra mësues apasionant, me të vërtet edhe unë i dedikoj të gjithë këtë punë që bëj, unë ja u dedikoj atyre, edhe për ulem me mirënjohje para atyre nga mësuesi i klasë parë Organik Kurti, edhe deri tek mësuesi pedagogu i fundit në fakultet. Fillimi ose marrja e lapsit, bëja hartime, merra nota të mira, por ishte një rast u bë një kampionat i vogël skish, edhe një mësues i gjuhës dhe i leximit, që duhet ta përshëndes zotni Nadir Erkoçi, Nadir Shabjaku. Mase po ju ndërpres, por ju keni qenë personazh në një emision të shkuar në programin Mirëmëngjes Shkodër, ku të nderuarit mësues Nadir Erkoçi dhe Barika Seme kanë sjellë në vëmendje disa nga nxënësit e dalluar të tyre, dhe mes tyre ishit dhe ju. Dhe sinqerisht më thotë, hajde, më thret atje te klasa, më thotë, du të bësh një shkrim, thotë, t'ja çojmë gazetës lokale të Shkodrës, jeta e re në atë kohë. Po i them mësues Nadiri, them për çfarë? Unë po bëni jo, pse unë? Jo, thotë, do e bësh ti me emër tëm, thotë, do bësh se çfarë kolektivi i shkollës ka organizuar gjatë gjithë kësaj jave edhe me emra, me atë. Pa i them kush më njeh mua për me botuat e gazeta Jeta e re e Shkodrës, qyteti, kishe marrë kejt pak në Shkodër, ishe fshatar nga Kelmeni, nga po nga Lëpusha e mrekullueshme. Jo, edhe e kujtoj atë, më shtrëgoi trupi çfarë po bëj unë, duke i budallekut fëminor. Jo, ulo shkruaj një herë tjetër, unë po ta korrigjoj se çfarë mund të bash ti. Në atë kohë shkoj te PTT-ja, marr 2-3 gazeta me pa se si mund bëhet një reportazh, se s'ja kisha idenë se çfarë do thotë reportazh, edhe filloj lexoj 2-3 gjëra, edhe bëj ashtu siç ka noll, nuk i futa filozofi hiç, po çka kishim bën si shkollë, e shkrova, thot prefekt. Sos Nadiri, them çfarë prefektit? Po shumë mirë, do ta korrigjoj, thotë, do shkruajmë shkrimin e kam pas shumë mirë. E shkruajmë kur vjen gazeta, e shkrimim. Pra është artikulli i parë i botuar nga gazetën Jeta e re, dikun unë kam qenë klasë 6, funi klasë 6, klasë 7, se mësues Nadiri atëherë unë ka dhënë mësim. Pastaj kam marrë në shkollë mesme, nuk jam nda... Në shkollën veterinare. Po, në shkollën veterinare, një shkollë për hesabit tim, një fakultet, një vend i shkencës, të gjithë ata mësues, pedagog, me të vërtet shkencëtar. Respekt shumë, respekt. Shqipërisë i mungojnë shkollat profesionale, por ajo shkollë që unë kujtoj edhe kam rastin të ditash në Amerikë për shkollat profesionale, nuk them se i di gjitha, por kam shkuar, kam pa vërtet e krahasueshme me shkollat më të mira profesionale të Amerikës. Unë nuk mund i bëj një krahasim shkollës veterinare të asaj kohë me asnjë shkollë sot, ndoshta në botë. Njerëz jo pedagog, jo mësues, shkencëtar. Dhe njerëz të profesionit, të pedagogjisë, psikologjisë, një lidhje perfekte me ata nxënës. Unë kam shenjë më të madh të respektit për të gjithë ata, për kolektivin e nxënësve, po për trupin pedagogjik, me të vërtet, nëse kushdo si të jetojë, i përshëndes ata që na kanë dhënë respekt shumë i madh. Respekt me përulje deri në veneracion për ata lloj njerëzish. Sot ndjellimi shpesh herë shkoja nga ka qenë shkolla veterinare. Ndjellimi kam bën fotografi mbi rranojat, mbi pizdekun, mbi atë godinë që ka histori shkencet. Sepse Shqipëria do të bëhet turizëm, po turizmi do të hanë, që të hash produktet blegtorale janë të parat, dhe ato produkte blegtorale sprollohen nga nën toka, apo nga kafshët, nga lopa, nga delja, nga dhia. Ato duhet kujdesohen, me të vërtetë shqiptarët dinë t'i ruajnë, po duhet edhe t'i mjekojnë, edhe t'i ushqejnë, edhe këta i bëjnë ata që janë profesionista, janë mjekët veterinare. Ishit deri në matur një veterinar. Më pas vazhduat me kualifikime, shkollime të tjera, shkollën e lartë, pas universitarin, masterin. Duhet të tregohemi sinqert, as veterinaren dhe as shkollën, fakultetin agronomi,
unë as në 8 vjeçare, sa të bëhan ato piketat ose shtysat e mësuesve dhe të prindve, unë gjithmonë kisha qef i mundohesha që mësuesit të imitoja në shtëpi, kisha një dëshirë të jashtëzakonshme që unë t'jem modelin e tyre. Modelin unë edhe sot shpeshherë në bashkëbisedim ose diçka që unë duhet të shpjegoj dikujt, unë më fillim një herë më shkon në përmend një mësues që edhe ato pjesët e mira t'ja jap edhe bashkëbiseduesit tim. Por unë te veterinere duke gjetë gjithë ata mësues të mirë, shumë të mirë si ata si lash, po edhe më të mirë dhe më të përgatitur se ishin më shkencëtar, mendoshem hajt se këtu kanë qenë fati i jetës dhe sistemi i tillë ishte i drejtuar, jo mundësi për zgjedhje. Dhe shkumja në agronomi, unë psova një goditje me të vërtet shpirtërore, sepse isha në Nxënës, shumë i mirë, i shkëlqyer, kam dalë me të gjitha 10 nga klasa 9 deri të 12 në shkollën veterinere dhe pata një zhgënjim, nuk e besoshem kur mora te komiteti ekzekutiv, bile se dita se delnin dikur te gjimnazi ato listat. Edhe dol me pagesë, një përthyrje. Por unë prap kam qenë student i mirë. Kam dalë me 9.2 edhe fakultetin. Sa gjë e bukur. Ai që ka pikë synim vetes, kudo që t'jetë, edhe atje një ambient shumë të shkëlqyer, ish instituti, pedagogët shumë përgatitur, pavarësisht se nga ankesa mësimore u rrit edhe kishte edhe ballast më tepër se sa duhej, por gjithsesi ne ishim detyruar të nënshtrohemi asaj nga ankesa mësimore, prapse prap. Me kalimin e vitit parë, unë fillova të integrohem, fillova ta dua që të përgatitem shkencërisht që t'jem dikush, sepse nuk ishte thjesht, nuk kisha nevojë, unë nuk e kisha nevojë të kisha diplomën, por kisha nevojë që unë t'jem i përgatitur sinqerisht, sepse unë e kisha mundësinë të matja mundësitë e mia për me marrë diplomën, po unë dosha të isha lart dhe në jetë mos të isha thjesht një nënpunë si rëndont, por të isha një punojës shkencor. Fatet nuk ma sollen ata faktikisht. Janë arsye politike, biografike, se për masat e këtij emisionit ma mërmend nuk ja vlen ti përmendi. Nuk ndalet. Asnjëherë. Kam pas ata oscilacione të jetë, sepse mas zborit, emërimin punë, edhe duke pas se kush më qëndron të sipër, unë nuk kam natyrë që të përçmoj asken mi bazë në aftësive, po thash hajtë se këto janë stazhet që do të kaloj hapat e parë të jetës. Pastaj dolën njerëz që më ndryshuan jetën, dolën miq, që në çdo dekadë të jetës ka burra të mirë. Ka burra të mirë që ndikuan pa asnjë lloj interesit për mua, sepse në kuptimin e interesit unë isha zero. Por ata njihnin nga afër, i dinin aftësitë e mia dhe më rikthyen në shkollën e mesme, sinqerisht unë iva mirë. Si mësues. Sepse ju batë edhe do të se u duhej një mësues që të jepte botanikën, biologjinë, këto, dhe ai nguli kam një marashujkaj, si ishte kryetar, ishte në organet e pushtetit të partisë rrethit, kishte njeri me reputacion, dhe bani vetën, ta them tash, për mua që veprat e mira nuk harrohen. Unë nuk e harroj kurrë atë, sepse ai më shoi komplet rrjedhën e jetës. Aty nga një njeri që siç kurkushi, u futa prapë në botën e librave, në botën e letrave, me nxënësit, me kolegë, me mësuesit. Dhe ju mbaruat dhe pas universitarin për pedagogji, psikologji. Kështu që u plotësuat në horizontin edhe në marrëdhëniet e institucionit shkollor. Ju keni qenë dhe drejtor i shkollës. Po, në vitin 1992 kam qenë drejtori i shkollës së bashkuar, se ishte shkolla e mesme konviktit të vjeçare dhe kishte 4 anekse në Tamare. Tamare kam punuar 4 vjet, edhe mësuesit ishin të gjithë të kualifikuar, kishte nxënës
të përkupuar për të mësuar. Tash, gjithsesi prap shkolla e mesme në Tamare ka mbet, është edhe gjimnazi, nxënësit e konvikti, por anekset fillore, pra klasat kolektive fillore, nga që numri i vogël janë myll disa, edhe ata që janë shkojnë në konvikt, ndjehem mirë dhe kur kaloj kthej kryt çdo herë nga shkolla ku kam punuar, se edhe ndjehem mirë si ka met prapa ajo. Ka trupin pedagogjike, kuptohet janë mësuesit e ri, se një pjesë e mirë e tyre kanë ikën emigracion janë në Amerikë, por prap e kam zemrën plot se prapa ajo shkollë ngulon nga zerat e fëmijëve. Përvojat jetësore dhe kontributet tuaja janë edhe në drejtimit të komunës së Këlbendit. Po, keni qenë kryetari i komunës. Mbas ndryshimeve të sistemit, mbas vitit 1991, unë jam përfshi edhe në jetën politike, sepse mendoj vetë mënyra, edhe kur kam qenë nxënës, edhe kur kam qenë student, unë jam angazhuar në organizatat shoqërore, në organizatën e rinis, kur isha student, kam qenë të redaksia e Gazetës Studenti, kam marrë pjesë, pra kam qenë aktiv, jo nga ajo që unë jam një karrierist, por unë kam dash karrierën në karrierën, edhe e dua karrierën time në të mirë të vetes, por në më tepër në të mirë të shoqërisë, edhe kam patë vetja se kam mundësi diçka me bë. Edhe në 1996 jam zgjedhur për 4 vjet kryetari i komunës Kelmenit, vite që janë vitet e mrapshta të Shqipërisë, 1997-1998, ai kujtoj me dhimbje. Si u pasqyruan në problemet e banorëve të Kelmendit këto vite? Dua të them se sot mas shumë vitesh jam i lumtur që nga ajo në atë periudhë që unë drejtova komunën s'kam pas asnjë djegje. Nuk kam pas as thyrin e komunës, as gjenjes civile, as të zyreve të ndihmës ekonomike, as të pensioneve, shkollat, konviktet. Unë i shpëtova, jo unë, por bashkëpunimi me njerëzit, bashkëpunimi me gjitha forcat politike, edhe të Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike dhe të partive tjera, kam pas një bashkëpunim të perfekt, brillant, se përdori disa herë këtë me priftin katolik Pater Sergio në atë kohë, i cili erdhin, ishte një krahimi motivues për punën, por edhe një krah financiar shumë nëpërmjet Kishës Katolike dhe Caritasit, jo vetëm ndihma ushqimore dhe veçmantje, por realizoi shumë gjëra nëpërmjet ndihmave nga shteti italian, rikonstruksionin e 4 anekseve shkollave fillore të mia ku kisha drejtua, konviktin, shkollën e mesme, ndërtoi një kan sportiv, e mbi gjitha solli 100 transformator të tensionit ulët, bani një farë mënyrët rikonstruksionin e rrjetit të tensionit ulët të energjisë elektrike që kishte degradua, kishte shkuar në nivelin 0. Ekziston përsëri ai investim apo? Ai ekziston, është update me kalimin e kohës, por prap njihet jashtëzakonisht është nga viti 1967-68 kur është bërë elektrifikimi i zonës. Ka shumë fshatra, shumë lagje që shtyllat janë të vjetra, linjet e përçuese të energjisë elektrike janë të amortizuara, kanë nevojë, por puna e tij ndjehet edhe sot mas shumë vitesh, sepse ai ka lënë prapa edhe basenet e rritjes Trofts, është ideja e tij, investimi i Pater Sergio, si sot komuna e Kelmenit del në tregun shqiptar dhe më tej me prodhimin e Troftës bio të Tamares. Gjithë kjo është një bashkëpunim që ju keni arritur me shumë faktorë të ndryshëm, ndoshta diçka që ju kur vizitoni Kelmendin e shihni plot nostalgji, edhe si dëshirë dhe si realizim personal. Jo, nuk e mendoj si realizim personal, po si sfitë tua janë. Po. Një herë përpara se me u bën rikonstruksioni i rrugës, pra hapja e asfaltimit, isha me përsi do i referohem Pater Sergios, po vishim në Shkodër me makinë e tij,
e thot pse s'tul herë me pa lecet e hotit se duhet të asfaltohen. Pater Sergje bëjmë gjanat vogla, mos mendojmë për gjanat të mëdha këtu gjithçka mungon. Po të shohim se unë kur të shkoj dikun do të flasi fjalë ndryshet për ju për i te thot fjala eme ndoshta zën vend më tepër sepse ju në gjithë këtë luftë të egër që bani mes njëri tjetrit u duket diçka ndryshe. Njihem mirë sot kur kaloj për atë trase të shkëlqyer të rrugës Malësis, të rrugës Kelmenit, që lidh Shkodrën me Vërmoshin, të shkosh për një orë pak në Vërmosh, njesh mirë, të shkosh në Plavën, Ngusin, dy qytetet më të bukura shqiptare të Malit Zi, prap njihesh mirë. Dhe gjithashtu njihem mirë edhe se janë dy dogana, realizohet ajo që dikur ambasadorët e Europës i diktuan shtetit shqiptar në 1915 në konferencën e Firencës që në qoftë se do i mesin shtetit shqiptar Kelmenit duhet që të pranohet lëvizja e karvaneve nga Kosova, nga Malizi dhe nga Serbia nëpërmjet luginës Kelmenit për të dalë nga ato treva për me kaluar në Ulçin me dalë në detin Adriatik, pra dy doganat edhe e Gërçarit në Vërmosh dhe e Grabomit është e projektuar nga konferenca ambasadorëve në Firencë 1915 dhe realizuar. Ju nuk po folët për librat tuaj, patjetër që kanë vështrim aktivitetin, interesat tuaja. Libri i parë është një monografi e vogël për Prekcalin, për legjendën e Malësisë. Prekcalin edhe para vitit 1990 ne figurativ më ka intriguar jo në pjesën e vitit 1945, që është përplasja mes kelmenzëve dhe forcave partizane në Tamare. Për arsye se unë kisha një bagazh gojor të njerëzve okular që e kishin njohur, bashkëpunëtorëve të Prekcalit. Dija shumë për figurën e tij. Dhe mendoja që të rikthehet ky njeri që ka një hapësirë të madhe kohore patriotike, mos të reduktohej vetëm në periudhën e një përplasje me shqiptarëve që unë i qëndroj edhe tani se është një përplasje ndikuar nga jashtë. Shfrytëzova materialet të bibliotekës Shkodrës, shfrytëzova pak materialet të bibliotekës kombëtare, pjesën gojore, një monografi të vogël, jo cilësore, sepse mundësitë ona ishin tilla në 1996 s'kishim mundësi financiare, kush ma sponsorizonte as nuk shkonte në përmend. Dolin treg u përpi. Du thosh, a jam i mençëm apo duhen njerëzit që të... Kjo ju dha hap që të vazhdoni? Më rriti oreksin mua në këtë drejtim, por kjo monografi ndikoi tek diaspora kelmenase në Shtetet e Bashkuara, në New York. Organizatorët Nikol Grishaj dhe Zef Selca mblodhen një donacion mbi $100,000 dhe vinë, sepse nuk ekzistoshin telefonat, lidhje telefonike në atë kohë, vinë këtu dhe mendojmë me bën një monument për Prekcalin, sepse kemi lexuar monografin, pse mos e kthejmë në monument. Se isha kryetar atë. Po ne e kthejmë në monument, po kush e kthen në monument që shteti shqiptar edhe në pas nuk jep pare, sepse figura e Prekcalit për shtetin shqiptar është më tepër, jo se s'din, po duhen kështu, është më tepër tralltare, reaksionare, është një gjaksor se sa një patriot. Një patriot që ka mbrojt vinë kufitare në 13-ën, 15-ën, 24-ën, 29-ën. Histori dhe ngushtohet Prekcali, ngushtohet me 20 ditë në dimrin e 1945. Po dhe përdorim thot këtë, për te qeveria shqiptare, fondet i kemë bë. Tratativat, në atë kohë ishte kryeministër Fatostanos, pavarësisht se unë isha përfaqësuesi i Partisë Demokratike si kryetari i komunës, unë u paraqita te ish kryeministri në atë kohë. Dhe nga natyra e tij sportive që ishte, thotë unë s'kam dokument të plot, thotë që ndikoj thotë te zoti Boriçi, te kryetari i Bashkisë Shkodrës në një mënyrë.
Por i thash, ja paraqitja të shkurt, ai ditë ndoshta edhe më shumë se unë lidhem me Prekcalin. Unë gjeta mirëkuptimin edhe te zoti Boriçi dhe te ish deputet dhe te strukturat, edhe njerëzit e thjesht qytetit Shkodrës, është monumenti këtu në Shkodër njihem mirë, jo se është vepër ime, apo është vepër puna e tij historike. Mjafton të ndezësh një shkëndij. Ndërsa libra të tjerë kanë të bëjnë me vështrime të tjera. Libri i dytë është Kelmeni Dritë Hije, është një studim historik për zonën e Kelmenit. E kam nis nga thellësia e shekujve, aty ku kam pas materiale, kam studiuar, kam gërmuar në arshiva, kam referenca fusnotat e autorëve të kohës, dhe arrita bana një libër në këndvështrimin tëm nga veta e Dritë Hije, po faktikisht është një studim historik. Pse Dritë Hije? Sepse ka shumë dritë, ka edhe shumë hije historie e zonës tonë, si çdo histori shqiptare. Ka hije atëherë kur duhet simas sistemit politik si drejton Shqipërinë. Ka lënë hije dhe në dritë një tjetrit. Në këtë kontekst e kisha, nuk e di se sa realizova, por 250 librat e miu përpin, kështu po shqyqyrë se shtëpia botuese kishte rujt të rujt në atë kohë, edhe e ribotoha edhe një herë përpara se me ikë në Amerikë. Sot nga ajo kopje s'kam vetëm në USB, nuk kam edhe për vete, s'kam asnjë libër Kelmeni Dritë Hije. Janë fal, po edhe janë shit. 2 libra i keni shkruar në Shqipëri, 2 të tjerë në Shtetet e Bashkuara. Po, 2 të tjerë në Shtetet e Bashkuara është njëri për të gjetur lirinë, dhe një tjetër është me shqiptar në Amerikë. Që të dy janë libra gazetare, por janë edhe studimi, janë takime me njerëz të vjetër shqiptar, të diasporës shqiptare të periudhës 45, pra mendova që ti marr këta njerëz se nuk do jenë për gjatë, edhe ti silli ti grumulloj diku në një libër. Në fakt vendimi për të emigruar erdhë natyrshëm, erdhë papritur, ishte një ëndër e hershme juaja. Ju e kishi familjen, bashorten? Unë isha në punë, bashorte ishte në punë, 2 djemë. Djali i madh ishte në gjimnazin në Shkodër, djali i vogël ishte në shkollë të vjeçare në Tamaren. Duhet jemi sinqert se para se të marr venimin për të larguar në Shtetet e Bashkuara, kur nuk kam menuar se të largohem nga Shqipëria. Ka pas vetëm një moment mas stazhit shkollës mesme, që unë mendova se nuk mora shkollën e lartë, sepse nuk më shkote menja të shikoj të lista e agronomisë, unë kisha po kërkesa për tjetër kënd. Aty rruga nga Shkodra deri në qafë Bërdelecit, shpesh herë më shkote menja si mos shkoj në shtëpi, po të ratisem se kisha mundësi, si çdo njeri, si çdo kelmena, se s'ka nal ushtarë, se s'ka mujtë, unë kam ditë rrugën për gucinje, për plavë, ma mirë se sa të gjithë. Aty kam pas një dyzim, por duke pas edhe problemet e arrestim, si i vram në 50-ën, problemet me Malazest, në një farë mënyrë të kishte një mister lidhja me malin e zi, me mua, dhe kjo jo se më frikësoj, po nuk kisha dashamirësi, unë kisha dajat e nansa në Malzi, por prap nuk kisha dashamirësi për me shkua Amerikën, se menova ishte larg shtetet tjera, nuk i dija. Pra kur nuk menova që nuk kam menuar që të largohem nga Shqipëria, se si çdo kelmenas do të kisha ikë. Megjithatë, ju e morët këtë vendim. Unë e mora, e kujtoj me dhimbje, nuk ma merr mendja se asnjë shqiptar, qoftë edhe para 90-të, në krismen e pushke ka kalu kufinin, por edhe asnjë shqiptar mas 90 dhe në këto momente që bisedojmë bashk, nuk thot se jam nisi London për me ikë me kalu kufirin. E kujtoj është thjesht vendim personal, sepse gjendja ekonomike relativisht ishte e mirë, edhe pra kisha venos në shina jetën
venimi ka qenë personal. As në bashkëpunim me gruan, me fëmin, jo. Babën e nanën I kisha home, atë kishin në rrujit, kisha djemtë e arse dhe miqt, një këbujin në mësus që ka qenë drejtues edhe në bushat. Të parit I kam tregu djalit arës, bile ma ka prit keqë, më tha mua qa thua, në Amerikë, se kisha qenë në Amerikë, disa e përpo ke qenë, jo, unë do shkoj përfunimisht, sa shte mujtë, thot, e ke gabim. Kurse kujtoj vjehrën edhe vjehrin, ata kanë qajt, faktikisht. Ika. Jo, nuk ika, kam shkua. Ju shkuat, po. Janë gjëra që nuk mund të kujtohen pa emocione. Natyrisht fillimet nuk janë të thjeshta, të lehta, por ju gjetët forca dhe kapët ëndrrën. Jo, ëndra shqiptare faktikisht nuk është ëndra ime për me shku në Amerikë. Faktikisht, ëndra shqiptare është që t'jetë shkolla shumë e mirë, jo vetëm në Tamaren Kelmen, po shkolla shumë e mirë në Shkodër, për shembull, të gjitha shkollat janë si gjimnazisë dhe nënore, unë nuk e di, po mendoj se do t'jetë gjimnazi mirë. Jo duke në nënvlerësuar shkollat tjera, më kuptoj edhe ata që na dëgjojnë mos ma marrin për keq. Pra, ëndra shqiptare është që t'ketë shumë shkolla profesionale, ëndra shqiptare t'ketë që t'jetë fakultetet shumë të mira, ëndra shqiptare është që këta breziri gjejnë punë në Shqipëri. Kjo ishte ëndra shqiptare, kurse shkumja në New York, si çdo shqiptar dhe si çdo emigrant kudo në botë, kur ndron vendin e vet, ka vështirësi të padiskutueshme. Ai që thotë jo, mundohet që të fshehin diçka. Unë nuk duhet ta fsheh. Mu më ka prit një mik, një shok, një shkollë së dhe fëminis në New York. Për 15 ditë pastaj kam dalë në punë time. Kam nejtë 6 muaj bashku me gruan në New York pa punë, se ishte periudha që kishte kap kriza e punësimit në Shtetet e Bashkuara dhe fillova të futem borxh. Sepse duhej të merrja borxh, të paguaja rentën, të paguaja dritat, gazin, telefonin, merrja borxh me jetuat, merrja borxh me paguar shkollën, se u futa në shkollë bashkë me grua, se ne kishim bërë rusisht me shkollë, për gjuhën. Për gjuhën. Dhe u futa në gran konkurs, aty ishte një shkollë e madhe për të huajt, për të mësuar anglisht. E shkoshim çdo natë. Djemtë kisha në Shkodër. E kujtoj me shumë dhimbje 6 muajshin e parë në Amerikë, pastaj jam zhvendos në Michigan, atje zgjetëm punë, gruaja, unë fillova punë në fabrikën e Fordit, kam punuar rreth 1 vjet e gjysmë, pastaj vazhdojmë punë tjera. Në fakt ju shkolluat fëmijët, djalin e keni inxhinier, djalin tjetër përsëri vazhdon, keni zmadhuar familjen tuaj, keni martuar djemt, keni një mes të vogël, Arianën. Pra, jeta familjare ka evoluar dhe mashallah, jeni një familje që gëzoni bashkë me njëri tjetrin, apo ja? Në përgjithësi familjet shqiptare, në shtetin ku jetoj unë, po edhe në New York, se I njoh, në përgjithësi familjet shqiptare janë familje të rregullta, familjet që kanë ndërtuar jetën me punë, me diers dhe jetojnë mirë, kanë fëmijë të mirë. Dhe unë fal Zotit edhe Amerikës, God bless Amerika, unë kam familjen mirë. Më njëherë mas një vitit kanë ardhur djemt në dhjetorin 2001-shit. I kam regjistruar më një herë, djalin e madh në high school, në shkollë të mesme, djalin e vogël në shkollë të vjeçare. Dhe djali I madh ka dalë me nota shumë të mira, edhe I vogli, po pak më I dhastuar, I vogli, më akuzojnë mua që e kam dhastuar, por gjithsesi shumë të sjellshëm, shumë të përkupuar, dhe ata edhe në shkollë, por edhe më kanë ndihmuar në punë, futën në McDonald's, në këto fast foodet, sa me sigurua paret për me hangër, me pas lekët e ushqimit të shkolla për drekën e masditën. Kanë qenë shumë të kujdesshëm në jetë, nuk kanë qenë asnjëherë shpërdorues kurrë,
nuk kanë menua kur që të kenë veshje jashtë mundësisë financiare që ka familja, sepse ata në çdo moment e kanë ditë bilancin ton familjar dhe e dinë edhe sot. Si pasojë faktikisht këtyne 2 djemve edhe të gruas, ne kem kriju familjen që unë njihem mirë, njihem shtëpia ime, shtëpia jona, jo. Shtëpia Amerikan e për masave gjigande. Shqiptarët e Amerikës ose të Michiganit kanë aktivitete, kanë gjetur veten në profesione, në vende të ndryshme të jetës sociale dhe ekonomike? Dëgjoj, shqiptarët janë kërkues. Pavarësisht se ne nganjëherë në momente dhimbje, në momente krize moralit që kem nganjëherë, fillojmë të shohim veten. Shqiptarët janë kërkues ndaj vetes, nuk janë njerëz që mjaftohen si ata themi bamat e rrugës, nuk janë njerëz të rrugës që pranojnë jetën do si do, kur shohin diçka se është e mirë, duhen ta kapin. Shqiptarët janë punëtor. Sinqerisht e them, nuk se ne shqiptarë jemi të dy. Kanë punu dhe kanë arritje. Cilat arritje? Arritjet janë se në pjesa dërmose nuk po jap përqinje fëmijët i kanë në shkolla. Unë ndjekim, nga që jam tifoz edhe jam në mërënësit medias, unë ndjekim mediat lokale dhe mediat e shtetit, shumë rrallë mund këtë një emër shqiptarë, fëmijët shqiptarë që janë shti përfshirë në një trafik, në një vepër të dobët, në një problem. Por knaqesh të gazeta e qytetit tim, kur shoh që në shumë emra të nxënësve, se ka një traditë jashtëzakonshme, publikojnë emrat e studentëve të shkollës të mesme dhe të vjeçare, sepse fakulteti aty në qytetin tim s'ka fakultet. Si kanë arritje të mëdha, dhe unë shoh mi emra shqiptar, them sa mirë, gjithë këta emra shqiptar japin edhe me fotografi, sikur kanë qenë dikur tabelat e nerit për stimul. Stimul, i qet gazeta e qytetit, qet emrat e nxënësve dhe unë shoh gjithë ata emra të fëmijëve shqiptar, them shqiptar, sa mirë. Ose kur njem se në fabrika të mëdha dhe prestigjioze të Chryslerit ose General Motorsit ose të Fordit ka supervisor shqiptar, menaxher shqiptar, inxhinier shqiptar, të cilët s'don ata ndikojnë edhe te popullsia që kanë nevojë për punë. Nuk është se kanë por e ndihmojnë, i hapin rrugë. Patjetër që Alp Dreams ka një interes të veçantë rreth evidentimit të këtyre vlerave. Po, këto vlera unë i djuaj, Alp Dreams i djuajnë nëpërmjet jo jo unë, po të gjithë shokët që bashkëpunojmë i djuajmë këto. Më thoj za këto vlerat komunitetit. Sepse kanë vlera të shpërndarjes së shembullit që të frymëzon. Në fakt, ardhja juaj e her pas hershme në Shqipëri, patjetër që ju mbush me shumë çka, gjë që e pasqyroni edhe në median tuaj. Besoj se edhe kësaj herë do të realizoni diçka. Patjetër si çdo herë ngarkohem. Edhe ngarkesat janë gjithmonë unë në kuptimin figurativ me çantavi bosh dhe shkoj plot me libra të autorëve shqiptar, me filmime, po tashti këto fotografit janë digjitale dhe i merr kollaj se i grumullon, me shenime, me ato që më kanë kriju më tepër impresion, por gati çdo herë kam atë idenë fiktive timen si mos të marrë gjanat këqija, si gjithkund shet gjanat që të bajnë pjesën e keqe, pa pastërtit, me turinat, mos krye punëve në zyrat e shtetit, revoltimi së këtë rallë, unë erdha për me krye disa punë të familjes në lidhe me pronat të cilat nuk i kreva, por unë nuk e kam në ndërmend t'i sheri as në rrjetet sociale, por as në Alp Dreams, sepse janë boll mediat shqiptare që e mbushin emigracionin me këto informacione. Në fakt janë probleme. Janë probleme, por më duket se unë nuk duhet nikoj përkeq në këtë rast. Unë do përpiqem që në kuptimin figurativ t'i kundërvihem një medje se jo, kjo është vërtet keq, po ka edhe këtë pjesë të mia, është edhe merita që punon.
Pra, në rast se është X ose Y si s'do të çaj kokën, jo, ka edhe njerëz të tjerë që janë përkukuar, janë edhe njerëz të tjerë që duan Shkodrën, janë edhe njerëz të tjerë që duan rrugët edhe rrugicat e qytetit Shkodrës të pastër edhe me lule. Pra këto, pse jo çdo gjë black z, ka edhe bardh. Pra, sepse edhe bardha nikon mjatë që është faktor për me ba zi, se thot, pret se më vrall me të mirë. Se ka dy anë, edhe me të mirë e vetë atjetën, jo vetëm me pushk. Në fakt, gjithë rrugtimi juaj ka hapa që pulsojnë në atë çfarë ndjehet në shpirt, dhe që ndjehet shumë bukur, në atë oaz të madh që lidhet me punën, me dëshirën, me njerëzit, me përpjekjet, me sfidat. Aty është familja, njerëzit tuaj më të dashur, por edhe gjithë ata që për të cilat ju jeni mirënjohës. Për mua sot ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe që ishit në Mirëmëngjes Shkodër. Vërtet larg në Amerikë, në Michigan, por shumë afër nëpërmjet këtyre fjalëve, kësaj jete që ecën e përbashkët me të gjithë shqiptarët dhe që vazhdon atje bashkë me shqiptarët. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Ishte vërtet kënaqësi për mua. Faleminderit. Edhe që u njoha. Faleminderit Merita. Unë asnjëherë nuk i ndahem punës tuaj, unë ndjek në rrjetet sociale. Ju edhe bashkëpunëtorit miku tim Kasper Marko, janë ndjeki po edhe bile futem se nga që jam tifozi flak i Vllaznis. Jeva mirë, faleminderit shumë, ju uroj suksese dhe pse jo, sepse Radio Shkodra është pioneri i radiofonisë, ndër pionerët e radiofonisë shqiptare, pse mos tjetë edhe televizioni. Unë kam shkruar dhe kam marrë pjesë jo me qëllimin që zotëritë e radio-televizionit shqiptar ti fyej ose por pse Radio Shkodra është një za, është një temp, është një arkiv, është në kuptimin letrar, është një legjendë e kësaj pune, pra duhet të kthej në krye të pushtetit lokal, duhet të kthej nga që është një radio-televizion publik. Dhe në çdo shtet radio dhe televizionet publike funksionojnë dhe janë në konkurrencë me privatet. Këtë nuk e them se unë kam inat se unë kam një televizion privat, nuk kam inat me asnjë radio private të Shkodrës, po e meriton Radio Shkodra. Shumë për vlerësimin. Ju falenderoj shumë edhe një herë që u bët pjesë e programit tim Mirëmëngjes Shkodër dhe u uroj me zemër mbarësi ju dhe familjes suaj. Faleminderit shumë, edhe unë ju uroj gjithë mirat ju edhe gjithë stafit të Radio Shkodrës. Faleminderit, shumë faleminderit. Me këtë rastë përcjellit gjithë të fala, pavarësisht se ata që njoh dhe ata që s'njoh. Ju falenderoj.